Nuk është drejtëshorjes greva, është shëndeti drejtëshorjes, pasi 3 personat që ikën ju rekomendua nga mjeku që nuk mund ta vazhdojnë më sepse do ketë pasoja të rënda dhe të paparaqitshme për shëndetin, kështu që u larguan për shëndet të rënduar. Mbështetësit janë jashtë, vazhdojnë të mbështesin, edhe ata që nuk mbështesin dot, që nuk vinë këtu të rrinë dot stabil, nuk kanë mundësi ekonomike të bëjnë udhëtimin nga Fieri nga vendbanimi deri këtu për ditë, të rrinë nga 12 orë apo 24 siç të rrinin në fillim, sepse është dhe fundi muajit, por ne vazhdojmë po shohim se shteti nuk po reagon fare. Pra, inspektor që duhet të kishin ardhur, të kishin kontrolluar në ditët më kritike, kur njerëzit punonin nga 24 orë pa shkputje, kur persona të një profesioni kryenin profesionin çfarë t'i kërkoi nga kompania, vazhdonin i bënin punën në urdhra, inspektoriati erdhi këtu dhe thoshte që nuk kemi autorizim të hymë në kompani. Kjo për mua ngre dyshime të mëdha, siç kam shprehur edhe herë më para. Inspektoriatet këtu nuk kryen inspektime sepse kanë konflikt interesi me njerëz sponsuar këtu brenda. Kështu që ne i kërkojmë këtij inspektoriatit përgjegjësimë dhe të dhënie llogarie pse nuk ndodhi kjo. Ndërkohë edhe në ambientet e jashtme ka një reduktim të ndjeshëm të numrit të mbështetësve, të atyre punonjësve që kanë bojkotuar punën në vendburim. Kjo do thotë që ndërkohë shumë punonjës të tjerë janë rikthyer. Kjo do thotë që tashmë kauza juaj është duke venitur? Jo, nuk është venitur kauza, ata dhe personat janë atje në punë sot, janë gati të rikthehen këtu në grev, por kanë problemin ekonomik. Problemi ekonomik nuk është një problem që mund ta zgjidhin me dëshirë, është problem që i ka ardhur fundi muajit, nuk i dalin më të ardhurat, kështu që duhet të kthehen në punë për të siguruar ato pak të ardhura që marrin nga kompania. Nuk është punë se nuk mbështesin kauzën, marrim telefonata për ditë nga ata, kërkojnë falje, por nuk munden. Kjo është një kauzë që ne po luftojmë dhe kjo na mban akoma këtu në betejë. Çdo ditë që kalon, numri juaj po bie i kërkesave të urisë. Ashtu edhe greva do të vazhdojë dhe mbas 5 ditësh dhe familjarët vinë, takojnë, fëmijët vinë shpesh, por nuk duam që fëmijët të përdoren për këtë kauzë apo familjarët, sepse ne jemi burrat që e mbajmë shtëpitë dhe jemi ne që duhet të sigurojmë të ardhurat. Nuk duhet të përdoret fëmia, mendoj unë, dhe familja për këtë kauzë. Keni provuar ditë më parë që do të ketë edhe një numër të tjetër, gati prej 50 punonjësish që do të bëjnë pjesë e grevës së urisë. Po, por kushtet atmosferike jashtë nuk e lejojnë që ata persona të rrinë dhe siç e shihni në këtë ambient nuk mund të hynë shumë persona të tjerë. Thjesht do të smureshin shumë shpejt edhe do të vazhdonte lëngimi i tyre më gjatë. Këtu duhet reagimi i qeverisë, sepse kompania nuk e ka probleme dhe humbjet që ka gjatë kësaj kohe. Ajo ka çështje egoje, çështje që do të shtypi punëtorët, nuk e ka çështje ekonomike as pak. E kemi theksuar, çështja ekonomike, ajo që kërkojmë ne, ngritje e kompanisë, nuk përfillet fare te xhirot totale të kompanisë në të ardhura. Kjo është thjesht çështje egoje. Ata nuk duan që punëtorët të fitojnë asnjë të drejtë. Dhe nëse do të mungojë reagimi total i gjitha institucioneve si deri më sot, do të vazhdojmë akoma, do të denoncojmë mbi kompaninë, shumë gjëra që ata nuk i ka zbatuar, edhe shumë probleme që ata i kanë edhe i mbajnë fshehur. Vazhdojnë të përdorin këto lloj formash, ne do t'i nxjerrim të gjitha. Inspektoriati do bëj punën e vet, ne do bëjmë punën tonë. Nuk jemi këtu për të shpëtuar shtetin, për të shpëtuar punëtorët. 10 ditë grev. Ju jeni një ndër grevistët mbështetës në ambientet e jashtme të zyres së sindikatës së sektorit hidrokarbur të Marinës që mbështesni këtë kauzë. Asnjë reagim. Tashti, të gjitha këtu janë thënë. Janë thënë dhe dihet që ne jemi nga ana e rregullt, qoftë nga ana ligjore, qoftë dhe nga ana morale. Po tani ne shpresojmë që të ketë një përgjigje, që është
e mirë për të dyja palët, si punëdhënësi dhe punëmarrësi. U ngelet atyre. Po kjo është pjesë turpi. Unë jam operator në degantim, në trajtimin e naftës, si quhet. Dhe si trajtohet kjo kategori? Po flasim gjithmonë, gjithçka lidhet me pagesën. Neve këtu, në këto 14 ditë grevë, jemi shkak i mos pagesës së rregullt nga ana e tyre. Kjo është. Nëse ti nuk paguhesh, atëherë të bie, si thonë, edhe iniciativa për punën, edhe dëshira, edhe shumë gjëra tjera. Sa paguheni ju? Unë kam 18 vjetë përvojë. Nga kinezi, unë kam marrë vetëm një 7.000 lekë të vjetë rritje. Dërsa me kanadezët, kemi pas një farë rritje dhe unë jam 908.000 lekë të vjetra sot neto. Me profesion jam inxhinier nafte. Kjo është pagesa. Sa do ishte një pagë denj? 2 milion lekë të vjetra. Ndoshta është minimumi. Nga njëra anë, juve protestoni për 14. Këmbgulja duhet gjithë kohën, po marrë më të keqen që nuk do ndodhi, po edhe sikur, po tërë kohën, sa të jemi këtu në punë do ta kërkojmë të drejtën tonë. Dhe nuk ka pikë dyshimi. Greva Të gjithë. sa do vazhdoj greva? Nuk di ta them këtë sepse unë nuk jam profet, po them kaq. Nëse nuk realizohet, nëse nuk ka paga, nëse nuk ka dinjitet, do vazhdoj tërë jetën sa të jemi aty. Tërë jetën do bashkohem. Për ta thënë drejtën tonë. Ka mister, ka sekret. Ne me atë vazhdo?